Përse të kthehen, sepse nuk mund të jetë gjithmonë kur unë kur nuk janë vetë, 10 vjet. U ktheva më në fund prapë ela këtu të e mia. S'ka si të s'ka si shpjerë, s'ka si puna jete. Punesh për llogarit tane, nuk ke kërkon mbi kokë. Edhe puna është nderi familjes. Ai që punon i ka gjithçka. Se pos punove s'ka si zonë, nuk rrit rrugën. Shpresoj të rregullohet uji se mendojmë që kjo qeveri duhet ta bëj patjetër sepse i ka koha më e bërë se gjinat. Sepse vetëm pak më parë ju patët një investim goxha të mirë, siç ishte tuneli, besoj ju ka. Po, rruga e Arbit, shive, ne di brand kemi lind për zyti, me thënë drejtën. Ne na duhet me shku 4 orë në Tiranë, në rrugë të vjetra. Tani shkem pikë tonë ku jemi aktualisht në Tufin për 25 minuta, 5 minuta maksimumi. Domethënë me më thirr dëni mik, dëni shok, atë vish piçkave në Tiranë, pritni desa të bëhet kafionera. Kemi lind për zyti. Keni lindur për zyti nga rruga. Po ti në ujë, drita, rrugë, zhvillim. Por nuk te pshat i lekë ata. Ai që mënon si të më pshat i lekë, ai ka mbaru. Ja, duhet punosh ata. Po rrugën e bën shumë mirë. Jo zakonisht. O bë kryeva, e po shumë mirë. Jeshtë duhet lëvë drejtë qeverinë, ja. A kupton se dikush do e bëte. Po jam të thonë që në bë shumë mirë. U takon, bravo qëtë, s'ka di. Po aktualisht jemi në plantacion e Aronis, është familje Boronicës, vjen me origjinë nga Amerika, është viti 10 ki vit, dhe në gusht bën ciklin e frutit. Pastaj kemi lethin e egër me gjithë kafë, kjo është vit dit, nuk është fut prodhim. Kemi 6 fidana të kultivuar këtu. Kemi shumë gjana, kemi. E ti ke vendosur që mes këtyre të vësh edhe bletët? Po, bletët këtu, kemi edhe bletët. O viti 4 këtë vit, dhe mirë, mashallah, për në vatë ke koha, si dhe maj koha, si dhe ketë ushqimet. Sa blet ke zia? Po me thonë dhe ka qenë paku të kështë dhe sa koshere, mi për këtë vit në ndëmtu pak, dhe kam blet 3, se kam 2 partje. Kam edhe të këdajat, edhe këtu. Po kemi lethin në vit 4 prodhimit. Që ka 2 gjana dekorative, është dekorative shumë dhe është e egër. Se kush ka prodhuar këtë për parë, është e dinje vëtë maj fermeri. Edhe nuk despërkat e fare, prodhon shumë. Dhe frutin e molit ka, si aromë. Por e sa rënjë janë këtu se shumë duhen? Këtu kemi 1000 fidana, kemi vetëm Aronin, Boronicë amerikane. Kemi 600 fidana, kemi lethin e egër, pastaj kemi një 300 fidana moll, kemi mollën kubane, mollën e Tibetit, derdhën japoneze, derdhën kineze, derdhën kubane, kemi 4 ribizat të Kinës që kemi kultivu. Dhe më thonë janë. Pas ke edhe pula? Po pula jemi fshatë që më kemi pula, kemi edhe 3 plantacione tjera pastaj. Po kemi serën fidanishtën, që prodhe fidana, kemi aktualisht kemi gjendje 22 varietete azjatike më shumë. Më fruta molli edhe mollë dardhë, edhe pjeshka. Në jemi zjerohëm pak e shumë, mendoj të zjerohëm e pak sepse e gjithë Shqipëria, po mojnë fidane ka unë se janë varietete që u përshtatën të 2 temperaturave në teta dhe të ftohta. Edhe konkurencë nuk kam, jësë se kam në të çmim të lartë, se s'kam konkurencë, jo. Po nuk duhet me i produkte fidana. Unë ka 10 vite që më fillu dhe tani jam gjendje dhe me thonë këtë 8% si e për dhe fidani, sepse kam vujt shumë, kam vujt për të prodhuar një fidan, sepse jam bim mali ma shumë edhe. Nuk e fut akoma, tjerë dhe futën, normal, se gjithë kush ka rëskën e vetë. Me rëskës mund të... Zjaj që s'ka konkurent edhe sa kohë shpenzon ti në këtu? Apo gjithë ditën? Unë 9 orë, minimum 9 orë, përnej, gjithë ditë, edhe dilat. Ku të shkej? Sigurisht se s'është lehtë mos kesh konkurent. Unë kam konen edhe për kafe, edhe për në drejk, edhe ke punën, gjithë shka. Sepse jam të punon në tokën time, vendin tim, punë kur du, halo punë kur du, shkej kur du.
Po këto punë duhen me kujdes sepse janë 100% gjatë gjithë ditës, se gjitha duhen pa, deri në darkë duhen pa, sepse fidanat, po vjen plantacioni, po duhet ditë kjo, po bleta, po serat, janë plantacione tjera, domethënë tonë ditën në aktivitet. Me punë. A formi se nuk pickojnë. Do dran skejer, do dran dia. Do dran skejer. Ha? Edhe me të picko ke bë penicillin më. Roti, ja sonë gjeste ke frakte. Ma kështë këne kuashtin këto? Se nuk du t'ullëm se e kam ma shumë se zipsën e mizë e kam tone. Hajde ke baba, hajde. Hajde, lorë. Ajo është e baba shpaj 3. Ullë e bashkë, me të gjithë se dhe kam të ullë, se dhe kam të qirë, mrafë, qata, hik. Hajde mashallah. Hajde. Eto e të zotin. Hajde bja mashallah që këmi kosh ishte. Hajde. Ullë mama direkt në dorë ke limoni, edhe bjeta vjen direkt, bia të vinë mrapa. Hajde bja mashallah. Hajde mblizëm. Hajde për një kornizat. Hajde një su mblëth. Kjo punë, gjë guzim, iniciativ dhe thjesht merakli. Bleta është e bekuar në Allahit mos. Jap një mesazh me aq sa kuptoj unë, i lutëm gjithë fermerët, të rritë, jashtë që janë, të kthehen kjo veni vetë. Ka koha të investosh në tokën të përparon vendi, s'ka si veni atë. Nuk ka si veni atë.